Zhvilluam një mbledhje në lidhje me aprovimin e projektit ideve për ndërtimin e stadiumit të qytetit Kavajës. Dihet që stadiumi i qytetit Kavajës ishte i dëmtuar nga tërmeti dhe si rrjedhim është shkatruar plotësisht. Ne kemi vendosur që në bashkëpunim me Bashkinë e Kavajës të rindërtojmë stadiumin e qytetit, duke i dhënë qytetit një stadium të kategorisë 4 si mas përcaktime të UEFA-s. Kapaciteti i këtij stadiumi është 8.000 spektatorë dhe do të jetë i aftë si stadium në të zhvillohen ndeshjet të çdo lloji kategorie me përjashtim të finaleve, të cilët kërkojnë një kapacitet më të rritur të stadiumit. Sot u diskutuan projekti ideve e paraqitura nga studia e cila është shpallur fituese nga tendri që ka bërë Federata Shqiptare Futbolli dhe Bashkia e Kavajës, e cila paraqiti dy ide e zhvillimit të stadiumit në qytetin. Juria e cila ishte përbërë nga arkitekt ndërkombëtar dhe arkitekt shqiptar, mbas i shqyrtoi me shumë kujdes projekti ideve e paraqitur nga kompania, vendosi që varianti i parë i paraqitur nga studia ishte varianti më i mirë, natyrisht duke lënë dhe vërejtjet përkatëse për këtë. Gjithë ideja është që ne të ndërtojmë një stadium që do të shpejnë të ardhmen. Ky projekt që u miratua i korespondon këtë vit 100 vjetorit të klubit Besa dhe është një lajm i mirë për të gjithë sportdarësit e ekipit të Besës. Shpresojmë që të avancojmë sa më shpejt në mënyrë që të fillojmë punimet e ndërtimit dhe brenda ndoshta maksimumi i 2 viteve qyteti i Kavajës të ketë jo vetëm një stadium, po të ketë dhe një pol të ri zhvillimi, sepse stadiumi që ne po kërkojmë nuk do të ketë vetëm funksione sportive, por do të ketë dhe funksione për qytetin. Ashtu si stadiumi Arena Kuqezi u bë një pol për qytetin e Tiranës, të njëjtën gjë besoj se do të bëhet edhe stadiumi i Kavajës.